Rreth 110.000 shtetas të Kosovës nga diaspora kanë marrë tashmë aprovimin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të votuar për zgjedhjet e 7 qershorit, ndërkohë që mbi 7.000 kërkesa janë refuzuar. Nga fillimi i këtij procesi më 6 maj dhe deri në përfundim të tij më 17 maj, përmes platformës elektronike, KQZ ka pranuar 142.803 kërkesa për regjistrim, prej të cilave deri më tani janë aprovuar 109.696, ndërsa 7.325 të tjera janë refuzuar, si dhe 25.702 kërkesa të tjera janë në pritje për të shqyrtuar në vazhdim. Elizi tregoi se votimi përmes postës pritet të nisë më 25 maj dhe të përfundojë më 6 qershor, ndërsa votimi fizik në ambasada dhe konsulata do të organizohet më 6 qershor. Nga 109.696 aplikime të aprovuara, 81.901 shtetas janë regjistruar për të dërguar pakon me fletëvotim në kutinë postare jashtë Kosovës. 2.855 të tjerë për të dërguar pakon me fletëvotim në kutinë postare të KQZ-s në Kosovë dhe 24.920 shtetas të tjerë janë regjistruar për të votuar fizikisht në ndonjëherë nga përfaqësitë diplomatike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se do të rishikojë numrin e përfaqësive diplomatike ku do të mbahet votimi fizik, pasi disa prej tyre kanë më pak se 50 votues të regjistruar. Në këto raste, votuesit do të kalojnë automatikisht në votimin përmes postës. Ndërkohë, fletëvotimet për diasporën tashmë janë shtypur dhe gjatë kësaj jave pritet të nisë dërgimi i tyre tek votuesit jashtë vendit.